Janë dy lloj paraqitje të identitetit të rrejshëm, po themi, dhe mos paraqitjes reale të identitetit ton. Janë dy forma. Forma parë është forma klasike, fatkeqësisht, kjo është, dhe mendoj se është shumë e olt, mendoj se është shumë është, po themi, është jo njerëzore, është jo humane, kur njeriu i jepet mundësia që ta shkruajë një emër të dikujt tjetër, ta paraqes veten me një emër tjetër, madje do të paraqitet me fotografi tjetër, e pastaj aty të përdor të shan, të fyn, të përhap gënjeshtra, të përhap të kota, e kështu me radhë. Është niveli më i ulët. Kjo është niveli i ulët. Kjo fatkeqësisht domthon kjo nuk është dashur të ndodh. Kjo s'është dashur të ndodh. Kjo nuk është dashur të ndodh. Formë tjetër pak më problematike e paraqitjes së identitetit tjetër është kur njeriu flet diçka, bën diçka, vepron diçka, përhap diçka, paraqitet si dikush që realisht nuk është në vetveten e tij. Domethënë ai e din që nuk është ashtu. Edhe din që nuk, po thjesht nuk mund të rezistoj. Nuk mund të rezistoj atij, po themi, garës e madhe të përfitimeve të caktuara, të dëshirave të caktuara, të ambicieve të caktuara, të synimeve të caktuara, e ku njeriu pastaj për të qenë garë me të tjerët, i që realisht ai nuk është i tillë, ai mundohet të paraqitet se është si ata, se është pjesë e tyre, e kështu me radhë. Kjo është formë më perfide, kjo është formë më problematike, kjo formë pak më vështirë e diktueshme, por se është realitet. Andaj këto dy, mendoj se janë dy format kryesore ku njeriu sot e ndron identitetin e tij dhe bëhet pjesë e këtij rrjeti të gjerë të komunikimit, por edhe të mundësisë së paraqitjes para të tjerëve.